Ne jemi sot këtu në një ditë kur ne si deputet, ne si grupe parlamentare, të duhet të reflektonim mbi një program, mbi një ekspoze, mbi një kabinet të kësaj qeverie, të cilin as nuk e kemi pa, as nuk e kemi lexu, por e kemi ndëgju prej kandidatit për kryeministër në këtë foltore. Bile i lexoj atë shpejt, sa që u habita që kjo është qeveria më e madhe, është qeveria që i ka 21 ministra zavendës, kryeministra, pra një kabinet i përbër prej 21 antarëve. Kryeministër, a e din çka ke thonë kur e ke marrë mandatin? Sa ministri? A e tu e ditë që ke themelu një kabinet qeveritar i cili është i përmasave të një shteti të Kinës, jo i Kosovës me 1.7 milion banor. Pra ky kabinet qeveritar nuk është asgjë tjetër përveç akomodim i një pushteti të marrë në mënyrë demokratike, partijak që synim të vetëm e ka të shty një agjendë puro partijake dhe politike. Këtu në sot, normal që nuk kom fjalim, për shkak se unë jam këtu në emër të grupit tim parlamentar të reflektoj mbi programin, mbi vizionin, mbi idetë e kryeministrit se çka të bëjë me Kosovën. Në këtë rast, do dua t'i shkoqes vetëm 7 pika të cilat për mua ishin të habitshme dhe dua t'ja adresoj qytetarëve të Kosovës. Para se ta bëj këtë, në emër të grupit parlamentar të Aleancës për Armiqsinë e Kosovës, zotohemi se në çdo punë të mirë, në çdo projekt mirë që kjo qeveri e sjell në këtë kuvend, pa marrë parasysh a ju duan as ju duan votat tona, ne do ta mbështesim. Mirë, po do të jemi këtu me këta numra që jemi, me ju ballafaqu në atë që mendojmë se nuk është e drejtë dhe është kundër qytetarëve të Kosovës, kundër interesit publik dhe është në funksion vetëm të fuqisë juaj politike, që ju edhe me drejt muni me festue, me manifestue, po mos harroni që në këtë ditë jem mas një viti blokad e cila i ka kushtu Kosovës me qindra miliona humbje, me një apatit madhe dhe me një ikje qytetarëve dhe të rinisë të Kosovës. Më lejoni tash t'i thëm pikat mbi atë që e tha kryeministri Kurti në ekspozeun e tij. A e dëgjuat? Kryeministri tha, Kosova kur s'ka qenë ma demokratike. Si mundet me uqu një vend që kur s'ka qenë ma demokratik, kur dit edhe nat në mënyrë të rregull sulmohet fjala e lirë e gazetarëve, kur sulmohet shoqëria civile në formën ma të ultëmendshme, kur secili institucion i pavarur për gjatë këtyre vite është mundu të sulmohet dhe jemi detyru jo në legislaturën që shkoj, po në ato që ishim ta trajtojmë në gjykatën kushtetuese. Kjo ishte qeveria më antikushtetuese, kampion i shkeljeve kushtetuese. Si mundet me uqu një vend demokratik, më demokratik, kur në baza të rregullta sulmohen gjyqësori, institucionet e pavara dhe prej kësaj foltore, ky kryeministër dhe ish presidentja ka thonë që sa t'jem ne këtu nuk do të bëhet kryeprokurori. Sot Kosova është pa kryeprokuror. Sulmohet në format më të ulta dhe në formën më autoritare, se cili institucion që detyrët vetëm e ka mbikëqyrjen e funksionimit demokratik të shtetit Kosovës. Kjo çështje autoritare dhe mbi gjitha, ky trajtim i Kosovës, institucionet Kosovës, e ka vetëm një emër. Përmes demokracisë është ka instalohet autokracia e cila do t'jetë edhe më e keqe, jam i bindun në qeverinë që po vjen. Një element tjetër sa i përket qeverisës të mirë dhe demokracisë. A e dini dikush që nuk ka qenë antar i lëvizjes vendosja ka mujt me hyrë në një bord pavarur? Politizimi dhe partizimi s'ka i shumë ka ndodhur dhe u pa edhe këtu me rritjen e këtij kabineti që do të vazhdoj. Kur flasim tek lufta kundër korrupsionit, a e dini që për 5 vjet kjo qeveri nuk ka arrit ta miratoj strategjinë antikorrupsion. Jemi vendi i vetëm
që nuk e ka strategjinë antikorrupsion. Është që kjo qeveri që i ka majt afër njerëz të cilët janë me akt akuza dhe me afera serioze korruptive. Për çfarë demokracie dhe qeverisë të mirë jemi të folë. Te çështja e dytë, u fol për mirëqenien. Për çfarë mirëqenie zonja dhe zotëri po flasëm? E njihet në ekspozeun e kryeministrit fjalën sigurim shëndetësor. E dini që diku kujdo që i smuhet prindi dhe ka nevojë me shku në QKUK, ajo familje, ata tri, ballafaqohen me mundimet më të mëdha të mundshme. Am tregoni çfarë investimi, çfarë decentralizimi ka ndodhur shëndetësi për 5 vite. Asgjë, është centralizu qendrat rajonale të mjekësisë. Kjo ka ndodhur. Çështja tjetër, e cila ndërlidhet po ashtu me mirëqenie dhe me shëndetësi. Por çfarë investimesh po flasim tek personeli shëndetësor? Ne në QKUK e kemi personelin e mirë. Aty s'ka kushte tjera. Personel ka, po kushte nuk ka, për 5 vite nuk ka ndodhur. Po nalna pak të një çështje tjetër, tek arsimi. Am tregon dikush, ata qytetarë që po më dëgjojnë, çka ka ndodhur në universitetet publike? Çfarë investime ka ndodhur tek hulumtimi, në shkencë, në arsim? Sa qerdhi ndërtu? Çka ka ndodhur me cilësinë në arsim në universitetet publike? Asgjë. Pika e tretë, e cila ishte bukur shumë e elaboruar dhe që lidhet me energjinë. Është ky kryeministër i cili ka thënë kur ka ardhur në qeveri se ne jetojmë në shtetin më të pasur me pasuri të Thëngjillit. A ka ndodhur në investimi vetëm? Është ndal gazi amerikan, është ndal investimi amerikan i kontroglobal që sot e kishum pas mas 20 vjet tonin, sot kishum prodhu. Dhe mbi gjitha, ajo që ka ndodhur u rrit çmimi i energjisë elektrike. Shiqoni fakturat dhe e sheni. Dalemi pak tek ekonomia. Pyetja thelbësore është, a ka ardhur në investimi huaj për 5 vjet? Një bre, veç një me thonë, një investimi huaj ka ardhur në Kosovë që 5 vjet. Asnjë investim i huaj. Biznesi është ka mbyllet për shkak të presionit, për shkak të çmimit të lartë të energjisë. Mos i përmeni fabrikat që i dim. Dhe mbi gjitha, do të thotë ekonomia, mungesa e investimeve kapitale, zonja dhe zotëri, investimet kapitaleve, di që nuk po mundi me më dëgju se po ju vjen rënë. Po këto janë fakte që duhet të keni parasysh. Investimet në shtet si Kosova dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, investitorin më të madh e kanë shtetin. Ju e keni suficitin më të madh. Ju e keni menaxhu paron më të madh, buxhetin më të madh historisë të Republikës Kosovës në herë për këtë periudhë 5 vjeçare. Po ndalemi pak tek siguria. Nëse krenaria e Kosovës është ushtria e Kosovës, a e dini ju që për me muj tër temë thelbësore e ushtrisë ka qenë sigurimi i ushqimit. Ne e kërkojmë nga jo që tek ushtria investimet të rriten jo me fjalë, jo me fotografi me drona pastaj me demantue, po me u bo investime reale, njëkohësisht për policinë. U fol për mirëqenie, çka kem bë për policinë e Kosovës. Po nalna edhe të 2 pika dhe po e përfundoj. Tek politika e jashtme. Çka ka ndodhur? Ka pas Kosova politikë të jashtme? A e dini ju që ne kemi pas rastin ideal? Shteti jonë është sulmu për një shtet tjetër në rastin Banjska. S'ka mujt me ndodh një ngjarje në një forum ndërkombëtar, një trues, as Bruxelles, as në Washington, as New York, as në Londër, as askund me argumentu që kem qenë sulmum. E kem rastin, është aktakuza publike, as një organizim, as një politik aktive diplomatike. Ambasadat janë met jetim, janë met pa mbështetura. Trupa jonë diplomatike bën aq sa mundet, po jo aq sa ka mbështetje dhe përkraje nga ju. Tek marrëdhëniet me aktor të kyç, po flasim fillimisht për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kur ma ult marrëdhëniet bilaterale nuk i ka pas Kosova dhe Amerika. A e dini që është vendi ynë që e ka humb marrëdhënien bilaterale, lidhjen strategjike me SBA-n? A e dini që ne kemi qenë në sankcione veç para disa muajve? Dhe jemi, do të thotë, kem humb me mija fonde për shkak një politike totalisht jo aktive. E kem humb antarësimin në Këshill të Evropës. E kem humb për shkak
të eksperimentimit dhe çështjes autoritare. Dhe në fund, jo nga rëndësia, por në fakt, kjo është çështja më e rëndësishme. U fol për vlerat e luftës, u fol për ata në Hag, dhe do të flas pak për Kosovën. O shumë lehtë me thurr e lozhe, e lavdi e mos me bë asgjë. Është kjo qeveri e cila e ka përjashtu veteranin nga ligji. Është kjo qeveri e cila nuk ka marrë asnjë veprim. Ne presim, unë pretësha nga ky ekspoze që të thuhet diçka edhe rreth kësaj teme. Pra vlerat e lirisë mbrohen vetëm atëherë kur ka veprim qeveritar, ekzekutiv dhe jo me fjalë. E fundit është Kosova. Kosova në qeverinë e kaluar ka pas deklarate që është edhe shtet i përkohshëm. Kosova është arritja më e madhe e shqiptarëve.